Në disa zona ku jetojnë shqiptarët në Maltëzi janë shpallur disa zona si parqe kombëtare, të cilat sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti pengojnë zhvillimin ekonomik dhe turistik. Parqet kombëtare sipas tyre kanë uzurpuar pronat private, duke penguar shfrytëzimin dhe menaxhimin e tyre siç duhet. Por përfaqësuesit e parqeve theksojnë rëndësinë e mbrojtjes së kësaj pasurie të veçantë, që kanë një vlerë të madhe në aspektin e biodiversitetit në Maltëzi. Korrespondenti ynë Ali Salaj përgatiti një kronik me këtë temë. Komuniteti shqiptar në Maltëzi kundërshton shpalljen e parqeve kombëtare në për ato zona ku ata janë popullsi shumicë. Ata vlerësojnë se parqet kombëtare kanë okupuar pronat private duke penguar shfrytëzimin dhe menaxhimin e drejtë të tyre. Shqiptari i zonës së Krajës në komunën e Valit Zoti Ismail Doda bën dukje se parku kombëtar i liçenit të Shkodrës ka ndikuar dukshëm në përkeqësimin e gjendjes ekonomike për banorët e kësaj zone. Parku kombëtar liçeni i Shkodrës nuk ka arrit çaqet e para ai përkundrazi, përveç që njerëzit ju ka marrë bukën nga goja, vanet, për shembull vani i Ososit madh, Martiqit, Boboshtit, Muriqit, që kanë pas pjesë jete, madje edhe ata fshatarët kanë përfituar diçka kur ka qenë gjoja, ata i kanë marrë edhe nuk kanë dhënë kur gjë. Kanë bërë një centralizim pa nevojshëm. Në zonën e plavës dhe të Kucisë në parkun kombëtar të Bjeshëve të Nemuna, situata është e ngjashme ku të gjitha pronat e qytetarëve mbeten në kuadër të parkut kombëtar. Shpallen parku nacional me 16 prill 2008, ku janë gjitha pronat shqiptarëve të mbetura mbrenda kufive të parkut nacional. Krejt kufini i plavës me Shqipni është park nacional. Dhe që janë pronat e gjithë shqiptarëve dhe është e pa mundur të jetohet në këtë vend pa i shfrytzuar të prona. Zyrtarët vendor vazhdimisht kanë kërkuar që në zonët e parqeve kombëtare të investohet dhe të mundësohet zhvillimi i turizmit rural. Gjetja e disa investitorëve të cilët u lejohet që të punohet dhe të sjellin një turizëm dhe të sjellin një të arme këtij vend, sepse siç thatë edhe ju që krejt bregu liçenit të Shkodrës është i ndaluar dhe i stopuar nga parku për arsye se nuk lejohet që të punohet. Ndërkaq, përfaqësuesit e parqeve kombëtare të Malit të Zi theksojnë rëndësinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së kësaj pasurie të veçantë. Ovo preduzeće upravlja sa 7,7%. Zonja Vuković vën dukje se kjo ndërmarrje menaxhon afro 8% të territorit të Malit të Zi. Këto zona janë të rëndësishme dhe me vlerë në aspektin e biodiversitetit. Në Malë të Zi gjenden 6 parqe kombëtare që e bën të njohur këtë vend për bukuritë e veçanta dhe për mbrojtjen e natyrës. Zonja Vuković tha se Agjencia e Parqeve Nacionale do të investojë në mënyrë të barabartë si në infrastrukturë ashtu edhe në objekte turistike. Për zërin Amerikës nga Mali Zi, Ali Salej.